E marrë parasysh temperaturat e ulta, ngricat dhe vështrimet e fundit që kanë ndodhur në vend, Komuna e Prishtinës ka paralajmëruar se mund të ketë edhe pezullim të transportit publik. Por se për çfarë bëhet fjalë, ne do të realizojmë një bisedë bashkë me ushtruesin e kryeshefit të trafikut urban, zotërin Qëndrim Vitia, përmes një lidhje të drejtë për drejtë. Zotëri Vitia, faleminderit shumë për kohën. Krasi. Atëherë, Komuna ka ndarë me qytetarët një lajmërim se mund të ketë mundësi që të pezullohet trafiku urban. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Atëherë, Komuna ka bërë një paralajmërim se për shkak të përketimit të kushteve atmosferike mund të ketë vënesa në disa linja të transportit publik në Prishtinë. Morë parasysh që këto kushte tashmë janë përmirësuar, unë mund të flas për autobusët të trafikut urban që të gjithë autobusët janë në linjë dhe janë duke operuar sipas orarit të rregullt ditor. Zotëri Vitia, ne në kronikën paraprake pam se mund të ketë edhe rreshje të shiut dhe temperatura do të bien dukshëm. Si do të jetë situata gjatë këtyre ditëve? A do të jetë e përballueshme? A mund të ketë ndonjë zonë në këtë rast që mund të jetë më problematike për transportin publik? Ne jemi në koordinim edhe në komunikim të vazhdueshëm me institucione të tjera përkatëse, domethënë me Komunën e Prishtinës dhe më operatorët për pastrimin e rrugëve. Në rast të përkeçimit të mëtejt të temperatura dhe të motit, atë mund të ketë vonesa sidomos në linjat periferike të Komunës së Prishtinës në zonat të thella malore. Sidomos kjo mund të jetë theksuar në orët e hershme të mëngjesit dhe në orët e mbrëmjes. Mirëpo edhe Komuna e Prishtinës dhe operatorët kanë reaguar realisht me kohë dhe deri tash nuk kemi pas problem. Mirëpo në të gjitha këto raste që mund të ketë vonesa, qytetarët do të jenë të njoftuar me kohë në rast se do të ketë vonesa të transportit publik në Komunën e Prishtinës edhe në linjat e trafikut urban. Po në cilat raste mund të keqësohet ndoshta situata dhe transporti publik mund të mos të kryej punën e vet? Për shembull, ne nëse vlerësojmë që mund të ketë rreshje më të mëdha borës, mund të ketë ngrica dhe akull në rrugët e qytetit, në rrugët ku operojnë autobusët të trafikut urban, ne vlerësojmë se ka rrezik për në shku autobus atje për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Nëse vlerësohet se është rrezik në autobusi deri në një linjë të caktuar për shkak të ngricave dhe borës së kushteve të tjera atmosferike ose dhe veshimeve, autobusi do të prezentohet deri në përmirësim të kushteve. Mirëpo deri tashti edhe Komuna e Prishtinës ka arritë të menaxhojë këtë stot, edhe në zonat e thella malore, edhe në qytet nuk kemi pas vonesa të theksuara. Po kjo vonesa ka mujt me ndodh edhe mund të ndodh si e ceka më herë në zona më thella edhe të kryeqytetit, në zona të thella periferike, ku edhe mund të ketë ngrica temperatura më të ulta të motit. Por deri më tani besoj autobuset janë të sigurt për qytetarët. Po, autobuset të trafikut urban janë të sigurt, kanë kushte shumë të mira, edhe komode për me udhëtu qytetarët me ta. Edhe deri tani jemi tu operu sipas orarit edhe itinerarit të përcaktuar në planet tonë. Përmendot orarin, a ka psu ndonjë ndryshim tash së vuni gjatë këtyre ditëve? Jo, realisht nuk ka, por ne kemi pas për shembull ditën e dje dhe pardje pak disa vonesa në linjat e hershme të mëngjesit, edhe në linjën 3C për datë për shkak se ka pas ngrica dhe ka pas reduktim të linjave, për shkak se vlerësuar që është rrezik me shku autobusi për shkak të me rujtë jetën e qytetarëve, mirë po në kushtet edhe në kohën që po flasim tani, pas tani autobuset të trafikut urban janë qarkullime dhe janë të operuar sipas linjave të përcaktuar nga Komuna e Prishtinës. Dhe çka është ajo më e rëndësishmja është fakti se gjithçka është nën kontroll, apo jo zotëri Vitia? Po, deri tash gjithçka nën kontroll, gjithçka është menaxhueshme, të gjitha rrugët e kryeqytetit janë të kalueshme, edhe nuk ka rrezik as për veturat më të vogla, as për autobusët që borten në qytetarët e Komunës së Prishtinës. Zotëri Vitia, faleminderit shumë për kohën dhe këto informacione që ndahet për ne. Merci. Ishte shumë kënaqësi të realizojmë këtë bisedë, të kuptojmë më shumë rreth arsyeve se pse ose cilat do të jenë ato që mund të çojnë trafikun urban që të pezullohet, por deri më tani sipas zotërit Vitia çdo gjë është e menaxhueshme, nën kontroll dhe nuk pritet të ketë ndonjë pezullim të tillë, prandaj rrini të qetë.